أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderojmë për këtij fali dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa taala u zon rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humbur sa të cilën e lëm të humbur, nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. Dërgojmë salavatet Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastërt, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Më lënë në radhë të parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura që në këto minuta të cilat do t'i kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Kem arrit tek betejë e për çlirimin e Mekës. Realisht janë ato ardh ka fundi i shkrimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi që mbrit në vitin e 8 të hijretit. Realisht edhe me këto 5 ligjërata, edhe 4 ligjërata pasoj, besoj që e përmbledhim krejt i shkrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj inshallah vazhdojmë me shkrimin e Ebu Bekrit, Omerit, Uthmanit, Alis e kështu me radhë. Betejë e çlirimit Mekës. Çlirimi i Mekës është një prej ndodhive më të mëdha të shkrimit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe është një prej ndodhive më të mëdha në historinë islame. Ibn al-Qayyim rahmetullahi alayhi kur fol për betejën e çlirimit të Mekës thotë, kjo është fitoria më e madhe me të cilën Allahu e ka ngritur fenë e pejgamberit vet dhe fenë e udhëtarëve të tij. Me këtë fitore ka shpëtuar qytetin dhe shtëpinë e vet nga duart e jo besimtarëve, të cilën shtëpi e ka bë udhëzim për gjithë botën. Drejtim do të thotë për gjithë botën. Me çlirimin e Mekës janë gëzuar të banorët e qiellit dhe banorët e tokës. Me çlirimin e Mekës thotë janë hyrë njerëz në fenë Allahut turma. Do thotë çlirimi i Mekës e ka një epitet, e ka një veçori, e ka një vend veçantë në zemrat e muslimanëve. Si ka ardhur shkaku i kësaj beteje? Ju e dini pi atyre paragrafeve, atyre marrëveshjeve, pikave që i kanë pas muslimant me jo muslimant me Kurejsh në marrëveshjen e Hudejbijës. Një prej atyre pikave ishte se cila palë ka drejt të rështohet me palën tjetër. Kurejsh kishin fise që ishin me ta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kish fise që ishin me ta. Ndër këto fise që ishin me dyja palët ishin Beni Khuza'a edhe Benu Bekr. Benu Bekr ishin me Kurejsh, Benu Khuza'a me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këto dy fise kishin mos pajtime dhe kishin lufta ndërmes veti, po kur u bë marrëveshja e Hudejbijës, këta u rreshtun dhe i ndalën anë pushimin. Po kur filloi Islami mu forcu, fillon mu forcu do të thotë edhe kush? Fiset që ishin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë i kapi inati dhe u kthy urrëtia e Benu Bekr përballë Benu Khuza'a dhe një natë për natëve në vitin 8 hijri e organizuan një sulm natën vonë tek burimi El Watir në shpatin e Mekës, dhe ku morën pjesë edhe Kurejsh të fshehur azi se mendojshin që natën nuk merren vesh që edhe ata janë pjesë e kësaj lufte dhe hyn tek Benu Khuza'a dhe i mbytën më shumë se 20 mashkuj për tyre. Atëra ata u nisën drejt Medinës dhe erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kërku mbrojtje, me kërku do të thotë hakmarrje. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një herë e përgatiti ushtrinë dhe i thiri sahabët, 10.000 sahabe u bën gati për munis drejt Mekës. So prish marrëveshja e Hudejbijës. Atëherë Ebu Sufjani me njëherë kur mor vesh ka ndodh, u nis drejt Medinës për me i
zbut gjaçat, erdhte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kërkonte pe pejgamberit alaihi salam që mos të niset në Mekë me ushtri. Do i keme të regu se ajo një grupi vogël prej atyre, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as që ndëgjonte. Atër shkojte Ebu Bekri ti njëjtin veprim. Kur shkojte Omeri dahama ashpër, bilem ka anë transmetime kër e kanë pyet Kurejsh që ka bone në Mekë, në Medine, tha keshte Muhammedi a.s. nuk mu përgjigj, po ashtu te Ebu Bekri s'mu përgjigj. Kur shkova te Omeri e mora vesh sa Omeri është armiki ma i përbetum i oni. Thot dërsa ma i buti ndërta ishte Alija radiallahu anhu, se Alija radiallahu anhu e këshilloj, tha, qka me bo, tha me urdhëroj, tha të kërkoj mbrojtje për njerëzit. Alija i tha, bilem kërkoj mbrojtje prej pejgamberi s.a.s. Edhe realisht pejgamberi s.a.s. i jepi mbrojtje Ebu Sufjanit dhe njerëzve. Dhe ju tha, kush hin në shtëpinë e Ebu Sufjanit, ajo është i sigurt. Kush hyn në qabe, është i sigurt, edhe kush rrin në shtëpinë e vetë, është i sigurt, se pejgamberi s.a.s. qëllimi i tij nuk ishte lufta, ishte po luft, çlirim prej kufrit, me i largu ata 360 idhuj që u adhureshin përveç Allahut, ndërsa qëllimi i derdhës gjakut nuk ishte, edhe realisht nuk u derdh gjak. Për jashtim, disa njerëz të cilët nuk dëshin mu bind. Edhe pejgamberi s.a.s. thot, ma lejoj Allahu vetëm një orë me luftun Mekë. Se ju dini, Mekë e ka shejtërinë e saj, nuk bën me luftun ta. Allah i ka jep leje Resulullah s.a.s. një orë. Edhe atëherë, i than Kurejsht, i than Ebu Sufjanit, tha, ti po thush Alija ma i buti me stërë, tha po Alija pas ka po hajgare me ty. Tha jo vallahi dha s'ka po hajgare, po kjo ka qenë edhe është mundësia e vetë me shka na mundë me mbojt, me bo me ndetë shtëpit tona, se demek nëse dalim, kem me psu. Atër pejgamberi s.a.s. me nis ushtrin që shtash me në vitin e 8 hijretit me 10.000 ushtar, unë is drejt Mekës. Kur afru pejgamberi s.a.s. u afru dhe të thot drejt Mekës, e kuptun Mekë si që me të vërtet ardhja e tij o serioze, dhe në këtë moment gruaja e Ebu Sufjanit dul me sulmu burin e vetë, se Ebu Sufjani edhe një herë dul tha, kush hin qabe është i sigurt, kush të rinë shtëpi Ebu Sufjanit është i sigurt, edhe kush rinë në shtëpinë e vetë është i sigurt. Atër hindi gruaja e vetë, tha o ti e tha njeri lig. Ti e njeri lig, tha o popullem qoni mbyte një këta, tha se spëriton kjo me qenë prisi jonë. Atër Ebu Sufjani ju tha, oj popullem, tha, mos t'ju mashtron ngutia e hindit, kjo po kërkon për juve, o ka kërkon për juve ju me bo vetë vrasje. Rini në shtëpit e juja, edhe kush rinë në shtëpin teme, edhe rinë qabe është i sigurt. Atëre pejgamberi s.a.s. afrohet Mekës dhe fillon me hynë Mekë. Para se me hynë Mekë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabeve, mos të bën veprim, mos të bën lëvizje as kush po urdhnin tem. Tha utrukul amra lillahi wa li rasuli. Lejani çështjen Allahut edhe të dërgumit ti. Edhe sahabet ishin ata të përpiktën këto, nuk bëjshin as një veprim, çdo gjë që deshin me bëhe, shiqeshin pejgamberi s.a.s. çka po urdhnon. Atëre pejgamberi s.a.s. hyri, kur hyrin qabe, në radhë të parë, se ka qabja dhe tëtë hynën unda ushtëria në 2 pjesë. Ka pjesa e Khalid ibn Walidit, dulen disa si kurse Ikrime edhe Safwan ibn Umeje, dulen dëshin me i bo bal, e Khalidi i kish dosta vjetër, ju dhimshir. Shisha subhanallah il adhim, dhim shperim për bal shokve, jo me nëzitu, e kishin mundësin ma ata 10.000 ushtar, me i shduk pej tokës krejt. Po si shtë qëllimi kë? Edhe Khalid ibn Walidi i thot ushtarëve, tha, mos i sulmoni, leni tha se ata jonë të ngutshëm ngutën, po shtash i ngjon ata. Edhe ashtu ndodhi, kur e pon ata u largun, përveç se disa prej robëve të tyne që ishin u mbytën aty,
Atëre vazhdun dhe u çliru kështu Mekja, hynë në Mekë. Edhe këtu thot, nëse ju kujtohet, në hijret e kena përmend rastin e Suraka ibn Malik. Suraka në këtë moment e ka pranu Islami, thot isha në kodrinën Safa, e këqyrsha thot çka po ndodh. Hyri thot Muhamedi a.s. qabe, ndërsa afër e kisha thot Ebu Sufjanin edhe Abbasin, Abbas ibn Abdul Muttalib. Ebu Sufjani thot i kishin nxirr dy shpatat e tij, edhe thejke nëse hin një plom, sa qop një plom hin në qabe Muhamedi ka me jakput kryt me këto dy shpata. Pejgamberi s.a.s. ja përsëriti ato që ka ja thama për para. Tha men dekhal el bejte fa hua amin, kush hin qabe është i sigur, dhe men dekhal e bejte Ebi Sufjan fa hua amin, tha kush hin në shtëpinë e Ebu Sufjanit ajo është i sigur. Atër Ebu Sufjani i lëshej shpatat e tij dhe ju kthy Abbasit, tha o Abbas, tha ky Muhamedi, tha alayhi salatu wassalam, tha ai zbret, tha njerëz në pozitat e tyre, demek ajo një njerëzve autoritetin e tyre. Tha po, tha a ka, tha o Ebu Sufjan, do një Ebu Sufjan tjetër, tha në Mekë, as penditu ta përmend emnin. Atëherë Suraka ibn Malik tha kur e pash këtë e kuptova se kjo është Rasulullah, thash ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atëherë thot hiri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Mekë, u afru te qabja, edhe lexonte ajetin duke i thy hyrin qabe. Në radhë të parë thiri Uthman ibn Talha ishte ai që i kishte qilsat e qabes, që sot edhe kësaj dite i gëzon familja Uthman ibn Talhas qilsat e qabes. E thiri Uthman ibn Talhan, ja prun qelsin e qabes, u hap dera e qabes. Kur u hap dera e qabes, hyni pejgamberi s.a.s. mrenda, dhe me dorën e tij të ndershme i thej 360 zota, u thej wa qad jaa al-haqq wa zahaqa al-batil, e vërteta u shujt e kota është e shujt me edhe i rxejke krejt idhujt. Kur i rxej krejt idhujt, atëherë tha na duni Bilal, thërmani tha Bilalin. Sahabët krejt kishin qef me hin qabe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të dyrë të qabes u ndal, tha thërmani Bilalin. Prumani Bilalin, këto erdh Bilali radiallahu anhu, tha o Bilal, tha wallahi, tha po më kujtohet ajo ditë, tha kur të torturoj ke ty, tha kur torturoj ke zotëria jotë këto. O Bilal, tha sot është dita jote, hajde kom brenda me mu. Hynin brenda pejgamberi s.a.s. në një çështë qabes, edhe i fali 2 rekate me Bilalin. Këtë dashurit e mi është një porosi e madhe, është një mësim i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e thiri Ebu Bekrin, nuk e thiri Uthmanin, nuk e thiri Alin, nuk e thiri sahabët tjerë, po e thiri Bilalin, se dhe ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thy gjitha nacionalizmat, gjitha izmat. Në dinin e Zotit nuk ka kjo e i bardhe, kjo e i zije, kjo e i portokallte, kjo e ase, kjo e kësi. Në dinin e Allahut ka, qka ka? Inna akramakum inda Allahi atqakum, ma i mirit e Allahu është ai cili ma i devotshmi. Masi që i fali 2 rekate pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dol prej qabes. Kur dol prej qabes, e pa një grua atjen një qash, e pa një gru një plak, se kish pa 50, gati 50 vite se kish pa. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kur dul, tha kush është ajo grua atje që po rrin, tha në kom, tha ajo është, tha Halimetu Saadije, nana e ti prej gjinit. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dul shpejt, jo afru, e përqafi në faqe, tha o nana ime, mere, tha ja qiti gjybin, tha ullu këtu, tha mos rrin kom. Si me thonë me një fjallë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju e dini, nana i ka vdek duke qenë 6 vjeçar, nuk është ngi me irt nanës, unë ngi me irt Halimes radiallahu anha. E përqafin 2 faqe, ja puthi durt, pastaj u kthy te qabja, i tha Bilalit, tha o Bilal, tha afro këtu. E thiri Ebu Bekrin edhe Omerin, tha pajeni ka, tha o Ebu Bekr edhe Omer,
tha që ti një kraht e juj, edhe tha o Bilal që ti kom tu janë kraht e Omerit edhe të Othman edhe të Ebu Bekrit, ngritu thanë qabe dhe thiri e zonin, hypin qabe Bilali radiallahu anhu, hypin nelt dhe e thiri e zonin Muhammed, Allahu Akbar. Disa prej mushrikinve, një prej tëne tha, bre bab, tha Samir, tha që jenë ndërdhesje të e pa këtë qadh. Aludante do të në ngjyrën e ti, dzita, speshe këtë qadh, që shohyp mbi qabe, ma mirë tha që jeti dekum. Folen disa fjallë, ndërsa Ebu Sufjani, i ndëgjën të fjallë të aty në mushrikinve, dhe ke vallahi, dhe ke po tutna me folë, dhe ke se tutna që në këto momente dhe gurët e qabes në të raftojnë e i kalzojnë Muhammedit a.s. Qka jena të thonë, hala se krynë muhabetin mirë, vetë se kur erdh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju afru Ebu Sufjanit, ju afru Itab ibn Usejdit, i cili i tha këto fjallë, tha për babën dhe në vetë, Ahmaru Usejd, ta kishe mu kon vendin tënë që aty ku je mos me e pa këtë qavë. Ja përsëriti pejgamberi s.a.s. fjallë të krejta dhe fjallë që i ka dhënë Ebu Sufjani. Atëra Itabi tha, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu annaka Rasulallah. E tha shahadetin, tha e vallahi e morave se ti e Rasulallah, se këtë biset kër e kena bo, ishte më që unë Ebu Sufjani, s'ka qeni treti afër neve që me ndi këta. E ty pa të shimë se Allahu të ka pru shpallje për këta. Atër pejgamberi s.a.s. u largu, ndërsa në transmetimin tjetër o ardhë, thot jonë konë të kodra e Safas, që shë përmenda Abbasi, i tha Ebu Sufjanit, tha që ta sheki momentin, tha me shku me pranu islamin o Ebu Sufjan. Mëse lësho tha këtë moment, tha o Abbas, am pranon tha Muhammedi mu, a e pranon tha dinin, e pranon mu bo në musliman, pas ju në isha armiki për betumi ti, isha ai që i kombo shumë të zeza ati, isha une ai që i kombo shumë të këshia ati. Tha shko tha dhe thuj që shi kanë thonë vlaznit e Jusufit, tha e qka i kanë thonë? I kanë thonë, tallahi laqad atharak Allahu alejna, wallahi tha, Allahu tha të triumfojnë bineve, ne ishim për i gabimtarve. Shka tha thuj, kështu thuj. Atërë pejgamberi s.a.s. kur dëll prej qabes, Ebu Sufjani u afru, edhe i tha, ja Muhammed, inni uridu dinek, tha o Muhammed, unë e pe du dinin tënë, po du mu bo musliman, po pejgamberi s.a.s. nuk i vind të mirë kur i ndin të këto fjallë, se ju kujtoj ke pejgamberit a.s. a i inatullaki Ebu Sufjanit, zullumi i ti, pejgamberi s.a.s. ol ke kryte dhe u bonte që spende gjanë, a i jabajke Abbasi pi kodrinë Safa, aid kelame këtu e bo me durshtu, përsëriti e një fjallë. Atëra Ebu Sufjani i tha, ja Muhammed, tallahi laqad atharaka Allahu alejna, vallahi tha Allahu të ka triumfu mbi ne. E kulu leke kema kalu ikhwatu Jusuf li Jusuf, po të thëmë unë e tha ty, që shi kanë thonë vlaznit e Jusufit, tallahi laqad atharaka Allahu alejna, wallahi tha Allahu të ka triumfu mbi ne. Atër pejgamberi s.a.s. i shkojshin lëtë, e ngriti kokën dhe la të thribe alejkumul jom. La të thribe alejkumul jom, tha, nuk ka tha qërtim për ju, jaghfir Allahu lakum, wa hua rahamur rahimin, tha aja Allahu ju falë juve, e aja është maj me shirues. Sikur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i keme i thonë, Ebu Sufjanit edhe tjerve, ju keni bo zullum, ju keni bo tortura, ju e keni derë gjakin e muslimanve, po sot jeni hin një din të madhë, jeni hin një fet madhe. Jeni hin një fet madhe që nëse hini sinqerisht në ta, krejt ato ju falen. Kjo ishte porosi për Ebu Sufjanin dhe për gjithë ata që kanë ardhë pas Ebu Sufjanit. Ky din është i madhë dashur musliman. Ky din është i madhë, vallahi billahi e pranon se cilin. Po marë parasysh ka bo, po kur i kthehet Allahut sinqerisht, i kthehet këti dini me sinceritet, vallahi billahi tallahi Allah e pranon pendimin e se cilit, pa marë parasysh ka bo.
edhe i lijo veç kaq, po edhe të këqija çka i ka bo ja shëndron të mira. Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha sahabeve, mbledhini krejt, urdhëroni krejt njerëz që ju në shtëpia, se kishin hin njerëz në shtëpia pe frikës u tutçin asus me dal pe shtëpiave. Tha thuju njerëzve dhe dalin këtu dhe të mbledhen, tha se po du mja u thonë 2-3 fjalë. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mbledhi krejt, edhe krejt e këqyrshën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, o ja ma'shar al-Quraysh, ja ma'shar al-Quraysh, o populli i Qurayshit, o ju Qurayshit, çka mendoni apo çka keni merituar ju tashmë ju bë? Çka kishin merituar ata? Ata ishin që e përzon prej shtëpisë. E dinin ju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë prej Qabes, kur ka bo hijret u kthy ka Qabja, ka thonë vallahi, ka thonë o Qabe mos me mbanxir popullin, kur s'kisha me të lënë. E përzun. Jalshun qikat. Kur erdha inni rasulullahi ilejkum, dolen edhe jalshun qikat krejt. Vetë se ka thonë pejgamberi Allahut, e ato tortura, e pengun, shkoj ke mu falë, se leshin mu falë, del ken rrug me hec, e kapshin për gjybe, e ngreshin, ishtu falë, shkun ja prunja qiten, plonësin e deves në kokë, krejt, pastaj javran shok të matë mirë ti, ma dhelik, atër i tha, qka keni meritu, qka meriton ju sot mi ju bo juve, me standartet, apo të shimkon do njoni pejneve, Wallahi frigona që si këshim lon as me fol. Ama si kurse pejgamberi sa oselen kish me bo një veprim të kundërtën të asaj që e ka bo, kish me ran kundërshtim me fjallën Allah që thot Allahu në Kur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nuk dërgu mo Muhammed vetë se rahmet për gjitha botrat. Po ju tha që ka me ndoni, tha që ka me bo me juve sot, ata ju përgjigjen tha, ti e një vllai i mirë, një i birit fisnik, dhe thot, je i biri një babet mirë, e ajo është një vlla fisnik e i mirë, e ti e një vlla i mirë fisnik. Atër pejgamberi s.a.s. tha, mos u totni, mos u frigoni, idhhabu antumut tulaka, shkoni tha, të lirë jeni, shkoni tha, të lirë jeni, askush nuk ju nguc. Edhe kështu të dashurit e mi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shliroj Qaben, u shliru Mekja, disa prej sahabeve që në ato momente nuk ishin musliman iken, si kur se Safwan ibn Umayya iki, shkoj në drejtim Gjiddes, Gjidja diku 60 km afër Mekës, qytet bregdetar, i dejke me ik një prej sahabeve, Umer ibn Wahbi. E dinin gjarin e Safwanit edhe Omer ibn Wahbit, kër i ka thonë Omer e kem përmend, veç vallahi kam borgje dhe kam familje që kisha me shku me mbyt Muhammedin a.s. Safwani është ai që e nxiti. Po Omeri e pranoi Islamin, Safwani jo. Iki, ama ju dhim shoki. Vallahi kështu duhet me pas dhimshmëri për shokët. Kështu duhet me të dhim ty shokët e tu, e jo me i gjujt. Me thonë zynat, a jo, mu mundu se të në rrugë me gjetë, me japru, me i prun këtë din të madhë, me i prun gjami, me i prun me qitë këtë balin sejde. Erdhë Umer ibn Wahbi të Rasulullahi e i tha, ja Rasulallah, o i dërgumi Allahut, apo mjep leje me shku me thirë në Islam, Safwan ibn Umayyan, po ja Rasulallah, a i tutet që po du me traftu e me marë me mbyt, apo ma jep turbanin tënd, atë kapuqin, turbani thojnë, atë shalin që e ka pas të lidhëm, a ma jep turbanin tënd, të ja Rasulallah, si garantë me i kalzu se ti e garantu si ti. Atër pejgamberi s.a.s. ja jep, i tha shkoj edhe e takoj Safwan ibn Umayyan, i tha o Safwan, mos ik hajde këthon Meke, jetoj lirë aty. Tha ha mara Umer, asa dinak tha jeti, a pet po dënë tha jaranin tënë, dostin tënë po dënë me mashtru e me mbyta. Tha jo, vallahi, tha s'po du me të mbyt, po jam arë, tha vallahi, tha me të shpetu. Pasha Allahun, tha,
nuk ta du gjot tjetër si që ja du vetës, është ta du dinin islam, tha, edhe kom garantë që kjo turbani i Resulullahit alayhi salatu wassalam, që të ka jep garantë se kur kush në Mekë ty nuk guxon me dorë me të prek. Safan ibn Umayya kur e pa këtë tha, e morë vesh se Resulullahi nuk kish ardhë me der gjakin e tëre mu hakmar për të bomat e tëre. Atëre tha, eshhedu an la ilaha illa Allah wa eshhedu anna Muhammeden Rasulullah, e tha shahadetin dhe kështu u këthy e dhaj në Mekë me Safan ibn Umayya me Umayr ibn Wahbin. Kështu dhe të dashurit e mi u shliru Mekja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëre u afru edhe nisi që ndrejt disa dit dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u nis pas lirimit të Mekës u nis drejt Hunenit, luftës Hunenit. Po tash kjo është ngjarje që nuk kisha pas shef me ndërlidh këto dyja, po du me lon me kash që me vazhdu inshallah taala një javën tjetër me luftën e Hunenit. Kjo është një prej luftave që ka ngjarje interesant, është luftja e Hunenit që me lajket kanë marrë pjesë në këtë luftë dhe ka shumë ngjarje interesante që kanë ndonë këtë luftë prej luftave të mëdha të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kështu që atu ka kem qelluar për mirësive të Zotit, ku kem gabu është prej me dhe prej shejtanit. Atëre për javën tjetër inshallah taala pelojmë betejën e Hunenit dhe betejën e Tebukit. Beteja e Hunenit edhe beteja e Tebukut. Deri atëre qofshit ju edhe ne në kujdesin e Allahu subhanahu wa taala, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.